Përshëndetje nga unë Klea Kica dhe mirë se erdhët në Vibe. Para se të prezantoj të ftuarën e parë, dua t'ju uroj një javë sa më të mbarë dhe plot dashuri. E ftuara parë është Aliona Pogaj. Aliona, përshëndetje dhe mirë se erdha. Përshëndetje dhe mirë se ju qeta. Faleminderit për ftesën. Përpara se të them si është shumë e bukur. Faleminderit. Dua ta nis ne tek një parë në rrjetet sociale, në Instagram, ku hedh foto. Nuk di si të quaj, mund të quaj influencer? Po patjetër, pse jo, edhe influencer. Por do flasim dhe më tej dhe për fotografitë që ti merresh me fotografi, krijon video, por si fillim dua të nisë për çfarë ke mbaruar shkollën dhe çfarë lidhje ka shkollimi yt me punën që ti bën? Unë nuk ka lidhje fare. Dhe le të fillojmë aty. Unë në fakt kam studiuar inxhinieri telekomunikacioni në Politeknik para shumë vitesh. Është një profesion të cilin e ndosha për gati një dekadë. Por pastaj në një moment e kuptova që aty rrugëtimi i erdhi fundi dhe kisha dëshirë të provoja gjërat e tjera në jetën time dhe kështu që mora iniciativa të reja dhe u shkëputa nga i profesion. Do të thënë pas ke mbyll një epokë dhe hapi një epokë të re. Yes. Atëherë unë dua të di se si përfundove dhe kur vazhdove të merresh me fotografi, rrjetet sociale dhe krijim përmbajtjesh. Filloj pikërisht kur lash punën si inxhiniere, në fillim vendosa që të bëja një si pushim, që të kuptoja ku qëndroja, çfarë doja të bëja me hapin tjetër në jetë, por ishte fati që më hapi disa dyer që as unë si kisha menduar, por në atë kohë isha duke bërë shumë hiking, shumë ngjitje malesh, aty pastaj takova një person i cili më dha në atë kohë ishim duke ndërtuar një qendër kulturore dhe më dha si mundësi që të punoja aty dhe aty pata mundësi që të njihja versionet të reja të vetes dhe aty fillova ishte herë e parë që mora një aparat në dorë dhe fillova të kuptoja që e kisha shumë qef, edhe content creator fillova ta merrja më seriozisht. Edhe hap pas hapi, vit pas viti u gjenda në një epokë të re të jetës. Sa mirë, edhe mendoj që e bën më së miri. Po, ka qenë vërtet një nga epokat më interesante, i them njerëzve që këto 6 vite për mua kanë qenë të pabesueshme. Edhe ke shumë përmbajtje cilësore. Edhe dua të di se ku frymëzohesh ti për të bërë këto përmbajtje kaq cilësore dhe të bukura. Nuk e besoj, ishte thjesht kur e mora si iniciativë, sidomos kur kam krijuar në fillim faqen time të lehtëshitura, nuk e di a e ke parë pak. E kisha si sfidë personale që desha të krijoja një faqe që i dedikoj librave dhe të ishte më cilësorja që ekzistonte. Se të gjitha faqet patjetër unë e di i njoh dhe goca që bëjnë përmbajtje shumë të mirë dhe ato bëjnë janë të gjitha vajza që kanë profesione të ndryshme dhe kanë një faqe që e kanë pasion, nuk është puna e tyre. Por thash, si mua më ndodhi që e mora më shumë pasion, pastaj investova, bleva një aparat shumë të mirë dhe pastaj eci avash. Kur e kuptove që kjo do kthehet në punë dhe jo thjesht një hobi të bësh foto dhe të postosh? Edhe kjo është nga ato gjëra që nuk kishte mision, unë nuk e kisha mision që unë tani do bëjmë influencer dhe do do kem të ardhurar nëpërmjet bashkëpunimi me brandet e tjera. Si fillim unë dëshira ime ishte thjesht isha një social media manager shumë e mirë. Dhe një punë të tillë kam bërë. Shumicën e këtyre 6 viteve kam qenë social media për shumë biznese në Tiranë, për shumë institucione në Tiranë. Edhe ishte një punë që bëja shumë mirë, por paralelisht i dhash edhe pak rëndësi vetësime, do të thënë emri tim, se thash edhe bizneset e shikojnë. Në momentin që ti thua jam një social media manager, shohin okay, po tek vetja çfarë di të bësh. Edhe ndërkohë që paralelisht bëja këtë punë, mundosha që të investoja edhe tek profili im, edhe pastaj krejt papritur fillova të kisha business deals, të cilat pak nga pak e zvendësuan komplet. Tani jam totalisht vetëm një influencer dhe nuk bëj më content social media manager. Fiton të ardhurat të kënaqshme një influencer sot në Shqipëri? Po, varet, po patjetër, po. Çfarë lloj përmbajtje të pëlqen më shumë të krijosh? Unë si një vajzë që e ka shumë dëshirë investimin tek vetja, patjetër që kontenti që më pëlqen më shumë është kontenti që unë bëj në palestër, ku kujdesem për veten. Patjetër natyra më ka pëlqyer gjithkohës, ka 6-7 vite që jam shumë e apasionuar pas ngjitjes së maleve dhe jogës dhe
të gjitha këtyre disiplinave që ty të ndihmojnë në rrugtimin tënd personal, dhe të them të drejtën, i kam ndarë vazhdimisht me audiencën time dhe ajo ka qenë dhe arsyeja pse. Sa reale je ti nga jeta personale në rrjetet sociale? Domethënë sa nga jeta personale e mban vetë dhe sa nxjerr në Instagram? A është e vështirë ta mbash pak jetën personale kur je një personazh publik, le ta quajmë? Nuk është e vështirë, nuk besoj. Për mua, domethënë patjetër që ti ndan vetëm atë majën e icebergut me audiencën, sepse nuk e se si të ndash me disa të panjohur. Madje mund të ndodhë të gjithëve që ke miq të afërt edhe prap e mban një që për vete, nuk ja thua të gjitha. E njëjta gjë ndodhet me audiencën, patjetër që ndan nga rrugtimi jot, por ti nuk e si të ndash çdo gjë nga vetja, patjetër që. Marrëdhëniet për shembull personale? Jo, nuk ka ndodhur kurrë. Do ndodhi ndonjëherë? Nuk e besoj. Nuk ka për të ndodhur, kjo është e sigurt. Beson tek mësyshi? Jo, nuk e kam te mësyshi më shumë se sa nuk më duket për rrjetet sociale. Nuk do thotë që s'ka asnjë gjë, që ka njerëz që madje që e kanë ndërtuar rrjetin sociale duke ndar marrëdhëniet e tyre, varet çfarë nishi në këtë rast ke zgjedhur ti. Duke qenë se nishi im ka qenë gjithmonë zhvillimi personal, në këtë rast fizik, sa kujdesesh ti për trupin tënd, si çfarë han. Me fjalë, shumica e storyve dhe gocat më pëlqejnë shumë se bëjnë atë mëngjesin e tyre të shëndetshëm dhe më bëjnë mua tak që jemi influencuar nga Aliona Pogaj dhe kjo është ajo që dua të bëj. Do të them, unë ha shëndetshëm e kujdesem shumë për vete, që ashtu mundohem që të lexoj edhe të kujdes, në fjalë, edhe për shëndetin mendor dhe për shëndetin fizik, dhe këto gjithmonë kam 4 vite që i ndaj me audiencën time dhe do t'i ndaj pra aq kohë sa unë besoj se dua ta bëj dhe e bëj me qef këtë punë. Ti do ta bësh se ti je një person i disiplinuar. Po varet dhe sa kam dëshirë ta ndaj me audiencën, se unë mund të disiplinohem dhe 80 vjeçe, po më ka ardhur maj të hundës. Më ka ardhur tani kush poston. Në fakt, Aliona, unë dua të di se çfarë mendon se e bën një content të mirë? Ideja, pamja, mënyra e tregimit apo momenti i duhur? Besoj se kontet sot e ka treguar që ajo çka e bën një kontent të mirë është kur ti ndan nga vetja, sa real je ti dhe transparenca. Jo transparenca, po problemi që ti ke ose zgjidhja që ke ti për një problem rezonon me audiencën. Dhe po i tregoja pse tani kontenti që ecën më shumë është ai kontenti UGC që ti e bën nga kokra e krevati dhe thjesht ndan mendimet e tua. Nuk ka më rëndësi ato fotot super të kuruara, më fjalë kontenti që ti ndan është ai që rezonon me audiencën, kur ndan një mendim, ndan një problem, ke kaluar një hall, si e kalove. Do të thënë njerëzit e duan rrjetet për këtë arsye dhe ndoshta kjo e bëri rrjetet ndryshe nga televizioni. Nuk është më ai imazhi i kuruar, por je ti te koka e krevatit që thjesht ndan mendimet e tua personale. Dhe kjo mendoj që është një influencer tamam. Po. Ky mund të ishte influencer. Po, është një influencer tamam. Po. Sepse ti ndan çdo gjë dhe të keqen tënde dhe si e kalove këtë periudhë dhe jo vetëm të jesh super e kuruar, dhe në fund të ditës të krijosh disa bariera për personat e tjerë që mos e pranojnë veten ashtu siç janë, duke u frymëzuar nga Instagrami që shohin gjithmonë goca super të kuruara, pa ndar momente që edhe influencerët kanë momente të këqija, mendoj. Po patjetër, të gjithë njerëzit kanë momente të këqija, por po them që të dyja funksionojnë. Njerëzit ndoshta në një moment të jetës do të ndjeksh atë që po kalon një hall nga koka e krevatit dhe nuk ka asnjë gjë të kuruar, por në një moment do thjesht të shohësh një vajzë që ka një jetë perfekte dhe ndoshta edhe ta përdorësh kështu si manifesting board, e thotë dua të kem dhe unë. Mendon ti se njerëzit kanë gjithmonë jetë perfekte? Nga rrjetet sociale, se unë mendoj rrjetet sociale janë thjesht fasada, kur shfaqin vetëm momentet e mira të tyre, apo jetën e luksit, le ta quajmë. Po, ka njerëz që kanë jetë luksi 24 orë. Ku janë më maltë? Po si s'ka njerëz? Ka njerëz. Në Tiranë patjetër, Shqipëria ka njerëz që kanë një farë të ardhurash ku bëjnë jetë luksi 24 orë. Do të thonë, do thua se kanë nga ato që e kopjojnë dhe nuk e kanë të vërtet, po patjetër që ka edhe njerëz fake. Po unë kam përshtypjen ka njerëz që janë shumë të pasur, bëjnë jetë luksi dhe nuk e nxjerrin fare në rrjetet sociale. Ka edhe nga këta lloj njerëzish. Edhe zakonisht. Po nuk do të thotë që nuk ekziston ai lloj realiteti, njerëz që bëjnë jetë luksi të gjithë kohës. Flas për rrjetet sociale.
Pastaj rrjetet sociale, unë kam përshtypjen çfarëdo që ecën, shumë njerëz janë futur aty për të monetizuar, për të gjetur, për të bërë të ardhura. Edhe unë nuk gjykoj, më fal, whatever works for you, you do it girl, like you do you. Ec. Ec. A mendon se numri i followersave tregon një ndikim? Po patjetër, edhe për bizneset tregon. Domethënë tregon gjithçka varet nga numri i followersave, sa do paguash, sa brand deal do kesh, gjithçka, domethënë në këtë biznes nuk tregon asgjë për ty si njeri, mund të thuash. Por në biznes patjetër që tregon, është indikator kryesor. A mendon se njerëzit krijojnë një version të vetes vetëm për Instagram? Ashtu siç e thash më parë, fasad. Po njerëzit krijojnë një version të vetes dhe kur hym në shoqëri, domethënë askush ne nuk është njësoj brenda murreve të familjes. Më fjalë edhe unë në shtëpi isha me tuta, këtu u vesha, e vesha një farë fasade për të ardhur, domethënë edhe për të pirë një kafe me shoqen. Ti vesh diçka, lë diçka mbrapa dhe vesh diçka tjetër. Dhe është filtr pas filtri. Instagrami pastaj kalon disa filtra të tjerë. Të mos qenit reale në këtë rast. Po patjetër që nuk është real, se po ne e dim që nuk është real. Dhe prandaj na pëlqen. Këtu ke fol. Ne na pëlqen pikërisht se nuk është real. Këtu po. Tani un kam një pyetje për ty. Ma thuaj. Çfarë nuk do të publikoje kur, edhe nëse ti do merresh shumë views edhe një shumë të mirë parash? Ka shumë që ndonjëherë janë dhe gjëra shumë të vogla. Unë sapo isha në të xhirime, patjetër për stafin kam shumë respekt, janë një staf shumë i. Por ishte një fjali që ata ta themi këtë fjalin se po ta themi bëhemi viral, çdo gjë tani bëhet, po ta bëjmë këtë gjë bëhet viral. Dhe thash jo, unë nuk e them këtë fjalë. Domethënë më ndodh çdo ditë të them jo. Edhe për gjëra shumë të vogla, jo gjëra të mëdha. Edhe një fjali që nuk më përshtatet, nuk e them. Kuptoj, çfarë mund të jetë ajo fjali që nuk të përshtatet ty? Unë kur nuk e thash atij për të bërë virale. Nuk e them as këtu. Janë gjëra shumë të vogla, domethënë, po kam patjetër që kam një set normash, por kam një kornizë time dhe nuk dal nga ajo kornizë. Është shumë mirë në biznes sepse pastaj unë e kam mësuar këtë në rrjetet sociale para 2-3 vitesh kur kam pasur disa momente virale që ti fillon edhe algoritmi përcakton çfarë bën. Edhe aty i kam bërë disa pyetje të vetes dhe kam marrë vendimin që unë do t'i qëndroj kornizës sime dhe nuk do eci më çfarë do algoritmi, se pastaj i bie që të mos kem më fare karakter, ti je një vegël e algoritmit dhe është vetëm çfarë don, me fjalë ti të përcakton algoritmi dhe është shumë e frikshme. Edhe kjo ndodh patjetër te brezi i ri. Okej, mi qemi te algoritmi. Cila është influencerja që në vlerëson? Që ajo nuk mund të ndjek algoritmin. Ashtu siç se bën as ti, të ndjekësh algoritmin, por të qëndrosh brenda kornizave të tua, ashtu siç je ti. Në Shqipëri nuk ka disa influencera të huaja, tani as nuk ja mbaj mend, asaj është një gocë, një amerikane, e cila që iku nga Amerika dhe tani jeton në Toskana në Itali, domethënë ka të kalimin lash qytetit la Los Angeles, që është mbaj si qytet, edhe tani jeton atje me pula dhe me rosa në një. Më fal, ajo është shajna, e ka diçka. Ajo është një nga influencerat e mia të preferuara dhe e kam ndjekur dhe si model në këtë zhvillimi personal, se dhe ajo është shumë dhën pas ushqimit të shëndetshëm, pas trajtimit, pas Që të përshtatet dhe ty. Më përshtatet edhe mua dhe në fjalë atë kam ndjekur prej vitesh, u bë 4-5 vite që e ndjek më shumë. Në Shqipëri. Po në Shqipëri kam mikesha të mia që i vlerësoj shumë. Edhe në qoftë se do thosha patjetër Rizartën, Fiorin, që i kam shumë xhan. Po janë mikesha, më fjalësh një nuk quhet. Jo, nuk quhet. Kjo nuk quhet. Tani le të kalojmë pak tek komentet, paragjykimet. Që në Shqipëri janë të shumta. Nuk i shmang dot, domethënë. Nuk i shmang dot, po shiko ti komentet, nuk i shmang dot sa del nga shtëpia. Nga komshit e lagjes. Në fjalë, mund më keq dëgjoj në rrugë, se sa në Instagram. Nuk i shmangesh dot. Si ke përballuar komentet negative? I kam përballuar si një zonjë, vërtet nuk kanë asnjë lloj efekti dhe ndonjëherë më vjen për të qeshur, doja shumë t'ia thosha atyre njerëzve që lën komente
roman, sepse më vjen gjëna sa nga koha e vet ka marrë që të më shkruaj mua një koment që unë s'kam as nerva as të lexoj të gjithën sepse nuk ka. Leto vetëm fjalën e parë të fundit. Do njëherë as të parë. As të parën, as të fundit, nuk më intereson. Po unë kam përshim duhet të themi që unë jam futur në social media në një moshë madhore. Që ke qenë kam qenë shumë e pjekur. Edhe për mua ka qenë e kam bërë me qëllim të qarta që po futem sepse po krijoj një karrierë të re, nuk ka qenë asnjëherë e lidhur me vlerën time personale. Por thash, Shqipëria është një vend, nuk është vend i butë, Shqipëria është vend i egër. Edhe ti, unë me komente negative ti mësohesh që në adoleshencë, në moshë shumë të vogël, mësohesh që kur del në rrugë dikush do të shaj me fjalë që ti s'kishe dëgjuar ndonjëherë më përpara. Edhe ti fillon dhe krijon ato barrierat për të mbrojtur veten, se nuk edhe paragjykimet janë të shumta. Cilat janë paragjykimet që ke marrë më shpesh? Po kam përshtypjen janë ato që marrin çdo gocë që ekspozohet online, fjalia e parë është këto eskortët. Sa nuk e di domethënë. Oh god, dole këto eskortat na japin mend. Sa popull, jo, jemi popull. I love it, në këtë pikë. Nuk e di domethënë. Nëse këto mendoj që në momentin që ti nuk ke komente negative nuk po ecën. Shika, unë kam përshtypjen çfarëdo që të bësh, dhe kam kuptuar çfarëdo që të bësh edhe në jetën personale dhe Instagrami është një mikro hiperrealitet që nuk ke si të shpëtosh. Edhe në jetën personale ti të takosh njerëz që ta adhurojnë, thotë je vajza më e bukur, si thoj ti. Ti për shembull sa e bukur je. Pastaj do fillojnë komentet ku është kjo e bukur, kjo është shëmtira, si mund t'i thuash kësaj. Po jo, ta janë xhelozë. Jo, s'ka lidhje, në fund nuk mund të jesh e bukur për këtë. Po janë edhe xhelozët, më i bindu tani. Janë çfarë janë. Domethënë, e njëjta gjë për shembull marr komente që thon faleminderit që ekziston, më frymëzon çdo ditë bëhem një version. Si ndihesh ti kur merr? Ndjem shumë krenar, zakonisht janë vajzat që më thon, më shkruajnë. Për shembull, unë postoj palestrën çdo ditë dhe ka njerëz që më thon, ti më frymëzon që të shkoj në palestër çdo ditë. Shoh storin tënd dhe bëhem gati të shkoj në palestër. Është gjë shumë e mirë, pastaj ke komente nga ato që sapo. Nga ato e më zi se ato ti e falso o zot, çfarë të duket ty vetja, pse merr guximin të postosh, ik hidhur nga pallati, domethënë. Që thoj ti, ka një çfarëdo problemi që ka këta njerëz me veten, se diçka e ke me veten. Janë të pakënaqur, të papërmbushur mendoj unë këto njerëz që Po edhe shumë kohë të lirë duhet kenë këta njerëz kur i shoh ato komente. Po patjetër. S'lek sa kohë të lirë. Të shkruash një roman e disa kush. Po. Se për ku e marrin këtë mllëfin, e kupton? Po edhe personale fare, dhe ndonjëherë them, çka ka? Jo, këtë po e mendova, ishte një ditë, ishin ca komente dhe thash, imagjino ky akaunt patjetër falso, që bën ato 4-5 koment. E thashun, po ishte një person ose ka shumë kohë që të ndjek dhe ka krijuar një mendim për ty ose dikush që të njeh. Thashun, imagjino ti jetë ky një person që ti e njeh. Nuk është çudi zemër. Edhe një person që ti e njeh në jetën reale dhe ti e puth e përqafon dhe thua zemër se ke qenë një lodhër dhe pastaj ky personi shkon në shtëpi hap akauntin falso dhe të shan. Të bën një roman. Edhe kjo mund të jetë. Shumë interesant këtë e mendova një ditë, se mu duk shumë thashë ky personi më njeh. Se kush më thon mos e shëmtuar je, po okay, e zgjuar je. Domethënë, të njeh fare shumë mirë, domethënë dhe zgjuar sin ta din. E thon, okay, zgjuar e dim që je, po e bukur nuk je. I was like, what the Shumë interesante. Mbas ndonjëherë që e ke lënduar? Unë kam apo nuk lëndon ti? Nuk jo, me fjalë unë edhe me ishat kam një marrëdhënie shumë të mirë. Që më respektojnë. Po përderisa nuk jem ato do të thotë që i ke lënduar. Jo, nuk do të them fjalë. Ti shumë mirë, unë mund të jetë një person që ka menduar se mund të ketë diçka me ty dhe pastaj nuk e ka pas. Aty nuk mbaj përgjegjësi. Po persona që unë kam pas një lidhje e dija që nuk do e bënin kur e vë dorën në zjarr. Nuk i dihet. Unë prapë them që nuk i dihet. Nuk i dihet, në rregull, nuk i dihet. Varet. Se jo çdo kush që don të ketë mund të ketë. Dhe mbase. Po. Edhe kjo. Do isha shumë e zgënjur po të ishte një person që. Ose nuk do të interesante mendoj. Mash sa po të njohu, nuk mendoj. Jo, unë të prapë të vazhdoj me rutina është. Asnjë gjë nuk e prish rutinën e ditës sime. Asnjë lloj. Kalojmë pak edhe tek jeta personale. Po kalojmë. Se kam qejf unë di pak për jetën personale.
Cila është pjesa që të pëlqen më shumë kur ti xhiron apo reklamon diçka? Xhirimi, fotografia apo montazhi apo Mua më pëlqen i çfarë? gjithë procesi. procesi. Më pëlqen të më resursht shumë. Procesi i krijimit të këtyre videove i bëj me shumë qef. A reklamon ndonjëherë produkte apo veshje që nuk i përdor vet? Të vërtetën, të lutem. Jo, do më thënë, unë reklamoj, unë shqes makina dhe nuk të t'jap makinës, në rregull, më thënë, gjë që ndodhë. Okej, po produkte. Jo, to be honest, jo, se unë e kam një bashkëpunim me Belinën, edhe kjo është nga komentet më negative se thosë si mund t'jesh ti kaq e shëndetshme, po ndërkohë reklamon edhe Belinën. Më thënë, unë kur shkoj në një hiking ose jam e haj një Belinë, nuk është fundi i botës. Unë e kam në raportin 80 me 20, më thënë 80% të kohës jam strikte dhe e rregull, po ka dhe një 20% që ja lejoj vetes edhe një akullore, një Belina, apo një diçka që mund të quhet jo shumë e shëndetshme. E përsysh, kështu që jo, nuk më ka ndodhur deri më sot, po ta shohësh kontentin tim, nuk më ndodhur deri sot që unë të reklamoj diçka që nuk e kam përdorur vet. I kam përdorur. Ke ndonjë projekt ose ëndër që do ta realizoje dhe ende nuk e ke treguar? Ose një bashkëpunim? Shko, unë ëndra patjetër që kam plot, po do t'i realizoj avashar, besoj shumë të ëndrat. Manifeston? Pafund. Beson? Besoj. Si beson në manifestim? Jo, besoj në manifestim, besoj. Të ka ndodhur që ke manifestuar të realizohen? Çdo gjë që kam manifestuar, madje dhe më ka surprizuar her pas here jeta. Tani, jeta të ka surprizuar. Më ka surprizuar disa herë. Po tani dua dhe unë të më surprizosh pak ti me përgjigjet që do më japësh. Si është zemra jote tani? Zemra ime tani është e qetë. E dashuruar, e lënduar. E lënduar, jo e dashuruar, jo në pritje gjithmonë. Ai, sa mirë. Gjithmonë në pritje, po iku pritja çfarë na ngeli, se unë kam përshtypjen dashuria është baza e të shënjit. Beson në dashuri? Po patjetër. Ke qenë ndonjëherë e dashuruar? Po. Në momentet e saktuara, po. Edhe në qoftë se jo dashuri shkatëruese, jo dashuri të tipit më la ky, unë tani sa më buk, vdes dhe qaj, në fjalë nuk i kam këtë lloj dashurish, nuk më kanë shkuar asnjëherë, por që thash kujdes, në fjalë e të pasurit xhan, unë në moment që kam dashuruar një person, edhe kur nuk jam bashk, mbaj në zemrën time shumë dashamirësi për atë person, e të vazhdoj të e dërgoj dhe një mesazh që a je mirë, a ke qenë mirë, domethënë e bëj me shumë. Njerëzit që i kam dashur nuk i heqet nga jeta sikur si kam njohur kurrë. Gjithmonë ngelet një. Po ti e lënduar ndonjëherë besoj. Po shko lëndimet nuk ndodhin gjithmonë se e ka fajin dikush. Ndodhin edhe gjërat nuk na shkuan, jo koha e dur, jo momenti i dur, gjërat nuk shkuan ashtu siç mendoje ti, se asnjëherë nuk shkojnë gjërat ashtu siç ke në kokën tënde, dhe pastaj varet se sa sakrifica do ti të bësh, që gjithmonë. Sa të ka zgjatur kjo dashuria? Me vite më i zgjasin dashuritë, sa të zgjasin të dashuritë. Kjo marrëdhënia që ti ke dashuruar, po. Me vite patjetër, shumë vite. Ke qenë e lidhur prej vitesh? Po, për e vite, kam përshkjetuar prej vitesh, patjetër. Çfarë do t'i thojë sot atij personi? Që e kam akoma xhan dhe do e kem xhan, pavarësisht unë e di që s'ka më kthim, se ajo Pse? Po kanë qenë shumë të mëdhaja diferencat. Je të rrethuar? Jo, shka, ti qatë rrethuar. Xhani. Ikte xhani direkt. Jo, nuk jam të rrethuar. Jam e bindur që nuk jam të rrethuar, por ndodhin shumë diferencat që ti e parasysh nuk ke çfarë të bësh. Do doje që të ishte përsëri me atë person? Shko, është një person që kam shumë respekt, kujdesi që ai kishte për vetë, disiplina, unë një mashkull të disiplinuar. E do. Nuk e di, meshkujt që janë të disiplinuar
janë zota, më fjalë ke gjithë respektin tim. Kështu që meshkujt e disiplinuar. Janë, nuk e di kam adhurim, ke gjithë respektin tim, gjithë dashurinë time, dhe ai ishte një mashkull tmerrësisht i disiplinuar dhe për këtë arsye ngelet, më thënë, respekti dhe dashuria që kisha për atë person, por Jeta. Mendon që fatin e shkruajmë vetë apo është i shkruar? Mendoj shumë që ne e krijojmë, jo vetëm fatin, po ne me mendimet tona, tani do ta kaloj kështu në neuroplasticitet, Joe Dispenza. Ne me mendimet tona krijojmë realitetin. Me mendimet, Me vetëm mendimet duke tona. menduar. Vetëm duke menduar. Normalisht kur mendon, vetëm ti, vetëm realitetin tënd ke të drejtë të krijosh. Ndërsa nëse do bashkoheshim kolektivisht, krijonim një realitet komplet ndryshe. Një realitetin që e ndajmë, shumë kur dalim nga kjo skena, dalim jashtë, mund të kishim krijuar një realitet shumë ndryshe, nëse do kishim disa besime kolektivisht. Por edhe ti si, edhe unë kjo më ka ndihmuar shumë në këtë zhvillimin personal, se isha edhe në Bali unë për këtë zhvillim personal. Isha në Bali. Po, isha një muaj në Bali. Edhe kur në momentin që ti fillon dhe kontrollon mendimet e tua, i kontrollon. Në fillim i vëzhgon, ne kemi një vëzhgues brenda vetes që i vëzhgon të gjitha mendimet kur kalon. Nëse fillon dhe i vëzhgon mendimet, gjen dhe origjinën nga kanë ardhur këto mendime, se të gjitha mendimet tona kanë një origjinë. Shumica e origjinës është familje, edhe pastaj shoqëria. Nëse fillon të i kontrollon këto mendime, në fillim i vëzhgon, pastaj mund t'i japësh këtyre mendimeve një drejtim komplet tjetër. Në fjalë, mendon ti mund ta kthesh, mund të luash me mendimet e tua, e kthen në mendim komplet kundër, pastaj e kthen kundër, pastaj je si një magjistar ose këta mjeshtrat e spiritualitetit e quajnë si alkimist, je një alkimist. Bësh alkimist i mendimeve të tua. Zakonisht ti si mendon? Unë zakonisht kam krijuar tani që filloj dhe mendoj skenarin më pozitiv të mundshëm. Edhe kjo është pjesë e manifestimit, Po. mendoj. Do të thënë tani e marr të mirëshën që mua më ndodhin gjërat më të bukura të mundshme në jetë. Edhe këtu pastaj fillon jeta vërtet të surprizon. Edhe ky është një sekret shumë i bukur. Shumë të sugjeroj të. Po mirë, një mashkull që të përmbush kriteret, përveç disiplinës. Çfarë duhet të ketë? Po një mashkull që ka disiplinën ka gjithçka. Një mashkull që thot, do ngrihem nesër në 7, do bëj 1, 2, 3, 4, 5 gjëra dhe ngrihet në 7 dhe i bën ato 5 gjëra. A ka gjë më Më të bukur. bukur? A ka mashkull më të bukur? Që e mban Nga fjalën. fiziku kështu. Patjetër me muskuj tani se përdrisa. Po, në një qoftë nuk po them që duhet të jesh patjetër ai po që jo kujdesi për veten, por është primar dhe atë po mendoja gjithë rrugës se po kthesha nga palestra dhe më fjalë momentin që ti e bën shëndetin tënd, për trupin tënd, projektin kryesor. Projekt, për thosh me projektet i në jetë, dhe puna është një projekt, marrëdhëniet janë projektet, felki ke marrë një detyrim. Por detyrimi kryesor që ne kemi ndaj vetes është fiziku. Fiziku jonë, dhe në momentin që ti e përmbush atë detyrim. Unë jam shumë krenare për veten kur të them e bëj planin që në mëngjes nesër do ha në mëngjes këtë në drek këtë. I kam llogaritur ato. Dhe kjo është dashuria shumë e madhe për veten, veten. që sot mungon shumë në disa persona apo disa femra. Nuk është femra, është shumë e vështirë në shoqërinë tonë. Të duash veten. Jo të duash Të veten. vlerësosh veten, të respektosh veten. Është Dhe të vesh parësore veten në fund të ditës. Po, okay, se ajo merr dhe një me fjalë merr dy rrugë të ndryshme, mund të jetë dashuri e pastër për veten dhe një egocentrizëm i pastër, pastaj që ti fillon të ndahesh nga gjithçka që të rrethon. Nuk ka lidhje. Domethënë, është e vështirë. Unë e di shumë mirë që sa e vështirë është në shoqërinë tonë që ti të kujdesesh për vete, sepse je i bombarduar gjithë kohës. Edhe shoqëria është duke thënë po hajde hamish, e pimish, pse nuk ka normale thon shoqet e mia kur shohin atë dietën time që ju vjen për të vjell aty. Pse nuk fikin cigare? Po, cigaren jo, atë ka bërë shoqëria ime pashë që 20 vite më përpara që unë nuk e ndesni cigare, po them dhe ushqimet shumë të vogla. Po dhe ti edhe unë kur kaloj rrugës, patjetër kam një neps. Që do e haj një akullor, po një akullor dhe hash, ja e hangë një herë në javë, s'mund ta hash
Po unë derisa shkoj në palesër shoh njerëz takullore. E di si më. Po që të kesh disiplinën të mos e bësh, ajo është respekt për veten, po duhet një farë disipline. Pra ne them është seksi disiplina, edhe te femrat, edhe te meshkujt. Dhe te vetja dhe te personat që të rrethojnë. Është shumë seksi disiplina dhe unë kam një adhurim shumë të madh. Edhe sikur janë shumë të pastër personat me disiplinë. Po patjetër, i kam pra ne them unë se njerëzit thonë, jesh pamja jashtme, si nuk mund ta gjykosh tjetrin nëpërmjet pamjes së jashtme. Po pamja jashtme është transmetimi drejt për drejt i asaj që ti i vlerave që ti ke brenda. E vërtetë është mi fal. Jo se po të paragjykoj unë nga pamja jashtme, po një farë mënyrë ti po tregon që nuk e se unë e di shumë mirë që çdo njeri ngrihet në mëngjes sot unë nuk do ha asnjë pislik. Po, edhe. Edhe pastaj shkon e bën. Fjalë ti s'po mban premtimin që i bëre vetes. Ti mban shumë premtim me veten tënde, me disiplinën, me edhe të tjerëve janë mbaj premtimet. Jam një vajzë që i mbaj premtimet. Një fjalë po ta dash. Shkoj deri në Bali dhe kthehem prapë për atë fjalë. Në Bali shkon edhe për çefin. Shkoj edhe për të mbajtur premtime. Me që jemi tek Bali. Po. Çfarë eksperiencë ka qenë për ty? Për mua Bali ka qenë një nga eksperiencat më transformuese në nivelin personal, sepse është tmerrësisht frymëzuese kur ti shkon të bësh yoga dhe aty ke vajza dhe krah që janë 60 vjeç, 70 vjeç, 80 vjeç në një trup fantastik. Fiber. Do të thonë nuk është thjesht se si dukesh, se njerëzit nuk Felçë do të thotë ti je 70 vjeç në një trup që lëviz pa problem, që je akoma e aftë të bësh yoga. Një trup që nuk ka nevojë të kujdesen për ty të tjerët. Trupi jot të lejon si kur ishe 20 vjeç dhe kur je 70 vjeç të bësh çdo gjë që ti ke dëshirë të bësh. Dhe ajo po e përsërish kur e mendon, patjetër ka dhe Instagram në këtë rast. Po. Të thuash ti, po ja, kemi në Jennifer Lopez. E vërtetë është 60 vjeç dhe është ashtu po. E ka njeriu të mendoj, Lara Jennifer Lopez atje në Amerikë është ndryshe, ka shumë lekë, ka përsëri e lidh gjithkohës me një realitet dhe me ca të ardhura që ti nuk i ke, edhe është shumë larg teje. Ndërkohë që në Bali e kishe aty, është ngjitur me ty ajo dhe nuk ishte një person shumë i pasur dhe nuk ishte një personalitet. Thjesht ishte i disiplinuar. Thjesht një person që kishte 30 vjeç që kujdesej për veten. Dhe ti e kupton që thjesht janë ato zgjidhje të vogla që ne bëjmë në përditshmëri, këto premtimet e vogla që ti ja mban vetes, që mblidhen pas 30 vitesh, pas 40 vitesh. Edhe është për të mirën e trupit. Edhe është më e mira që ti mund të bësh. Edhe për veten tënde. Për veten tënde. Sa lek ke shpenzuar për të shkuar në Bali? Shumë pak, se njerëzit nuk di si ta them. Bali është i lirë në mënyrë qesharake, që ne në Tiranë nuk, edhe kjo ishte një nga transformimet e tjera, është se në Bali koncepti i lekut u shpërbë. Domethënë përveç asaj biletës që nëse ti e pret muaj përpara, prap është pak lek, po apëton është nga ato gjëra që jo të gjithë duan ta bëjnë. Në momentin që ti je në Bali, ti me 2 euro han drekën më të mirë që ke ngrënë në jetën e jetëve, edhe është aq keq me fjalë. Bali më ndihmoi në nivel personal, po nga ana tjetër më prishë komplet të dalur në Tiranë, sepse unë tani nuk e konceptoj dot të harxoj aq shumë lek për një drek që nuk më jep të njëjtën cilësi që më jepte Bali. Edhe kjo është ndoshta, me fjalë, it killed all the fun. Bali në këtë. Shqipëria është super e shtrenjtë. Është tmerrësisht shumë e shtrenjtë. Përpara se të shkojmë tek rubrika 3 sekonda, që do përgjigjesh shpejt, për 3 sekonda domethënë, unë dua një mesazh nga ana jote për të gjithë vajzat. Po mesazhi është i qartë, më fjalë, bësh shëndetin tënd, kujdesin për veten, kujdesi fizik dhe kujdesi mendor, projektin më të madh të jetës sënde. Çdo gjë tjetër, karriera, mendimi i botës. Janë dytësore dhe do e kuptosh që çdo gjë vjen edhe ikën. Ndërkohë që shëndeti jot ngelet deri në fund të jetës dhe të kuptojnë që nuk mbaron deri kur mbaron. Me fjalë, jeta nuk mbaron 30 vjeç, mua jeta më ka filluar 30 vjeç. Literalisht, nuk mbaron as 40 vjeç, nuk mbaron as 50 vjeç,
pas 60 vjeç mbaron kur mbaron thon njerëzit. Amerikanët e kanë it ends when it ends, kur mbyll syt. Deri në fund je brenda në lojë dhe je brenda trupit tënd, I cili duhet jetë projekti jot kryesor. Tani, gati. Instagram apo TikTok? Instagram, jam shumë millennium për TikTok. I never made it there. Foto apo video? Video, Story apo post? story, Views apo followers? followers. Filtra apo natural? It's Instagram girly, filtra. Play with it. Trend apo originalitet? Originalitet, po trends make more money, so Verior apo jugor? jugar. Bjond apo brun? Brun, gjithmonë. Nga cili vendi i jugut? Nga cili vendi i jugut? Gjirokastër. Një trend që të ka lodhur. Nuk lodhem unë, jo, it's okay. Një gjë që të bezdis tek rrjetet sociale. Më bezdis dumb scrolling. Një gjë që nuk do ta postoje kurr. Besoj se kam një gjë që them kur së e postoja. Edhe bashkëshorti. Produkte nga Tem. Mund të postoja në një ditë them. A do të doje të ishe e famshme apo thjesht e ndjekur? Nuk më pëlqen fama, më pëlqen të jem e ndjekur, që njerëzit frymëzohen nga ty, por nuk të doja të isha e famshme. E kam shumë bezit të më njohin njerëzit në rrugë. Më duket Instagrami më duket aq shumë botë më vete dhe kur njerëzit ty të njohin për te, bezdisim shumë. Instagram po. Tani e fundit fare do na përshkruash veten me 3 fjalë. Vetja ime me 3 fjalë. Kurioze. E qëndrueshme. Çfarë të them tjetër? Disiplinuar? T'ja jap vetes këtë? Kam qef t'ja jap këtë. Të e disiplinuar je, po. Unë do thoja dhe besnike me që më thej që po e dhash një premtim nuk e... Besnike patjetër, deri në fund, madje. Falenderoj shumë. Faleminderit ti. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.